Një aleancë ushtarake rajonale për siguri të përbashkët, koha për një bashkim të rintegruar në Ballkan. Në një kohë kur tensionet gjeopolitike në Evropë lindore dhe më gjerë po rriten, siguria kolektive mbetet prioritet për shtetet e vogla e të mesme që ndodhen në një zonë të trazuar historikisht si Ballkani. Aleanca aktuale midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë përfaqëson një hap domethënës drejt bashkëpunimit ushtarak dhe strategjik, por nevoja për një zgjerim të saj është më urgjente se kurrë. Një aleancë më e gjerë për një siguri më të lartë. Propozimi për zgjerimin e kësaj aleance përfshin shtete si Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Hercegovina dhe Slovenia. Të gjitha këto shtete ndajnë një të kaluar të përbashkët në kuadër të ish Jugosllavisë dhe, më e rëndësishmja, ndajnë sfida të përbashkëta të sigurisë dhe interesa strategjik për ruajtjen e paqes dhe integritetit territorial. Ky bashkim ushtarak do të ishte një strukturë rajonale autonome, që nuk bie ndesh me NATO-n apo me strukturat evropiane, por që do të forconte mbrojtjen kolektive dhe kapacitetin për të vepruar në mënyrë të shpejtë dhe të koordinuar në rast të kërcënimeve konkrete, qofshin këto nga jashtë apo nga brenda rajonit. Një armik i vjetër, një qasje e re. Në sfondin historik të këtij propozimi qëndron një armik i përbashkët, ai që i ka ndarë, përçarë dhe destabilizuar vendet e rajonit për më shumë se një shekull, nacionalizmi ekstrem, ndërhyrja e huaj me interesa të dyshimta dhe hegemonizmi serb, që në forma të reja vazhdon të ushqejë tensione në Kosovë, Bosnjë dhe më gjerë. Një aleancë më e madhe do të ishte përgjigjja më e fuqishme politike, ushtarake dhe morale ndaj këtyre rreziqeve. Dimensioni strategjik dhe ekonomik. Përveç aspektit ushtarak, një aleancë e tillë do të fuqizonte edhe bashkëpunimin ekonomik, shkëmbimet akademike dhe kulturore, si dhe do të shërbente si urë drejt integrimit më të thellë në Bashkimin Evropian. Me një strukturë të përbashkët komandimi, qendra trajnimi të unifikuara dhe kapacitete të përbashkëta logjistike, kjo aleancë do të ulte kostot e mbrojtjes dhe do të rriste ndërveprueshmërinë mes ushtrive përkatëse. Roli i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërsa shumë prej këtyre vendeve tashmë janë anëtare të NATO-s, ekziston hapësira për një strukturë të veçantë rajonale që mund të koordinohet me NATO-n por të funksionojë me pavarësi operacionale. Shtetet që janë jashtë NATO-s, si Kosova dhe Bosnja, do të përfitonin nga ky rrjet sigurie duke rritur potencialin e tyre për të anëtarësuar në të ardhmen. Një projekt i nevojshëm dhe i mundshëm. Historia na mëson se Ballkani ka vuajtur shpesh nga mungesa e bashkëpunimit dhe besimit ndërfqinjësor. Por historia e re po na ofron një mundësi të ardhur për të ndërtuar një aleancë të mbështetur jo mbi frikën, por mbi vetdijen se vetëm të bashkuar mund të jemi të sigurt. Me një qasje vizionare dhe me leadership të guximshëm, kjo aleancë nuk është vetëm e nevojshme, është plotësisht e mundshme. Sot nuk ka më kohë për iluzione diplomatike. Siguria kombëtare dhe rajonale kërkon veprime konkrete. Një aleancë ushtarake Kosovë, Shqipëri, Kroaci, Mali i Zi, Maqedoni, Bosnjë, Sloveni nuk është një ëndër nacionaliste, por një projekt realist për një Ballkan më të fortë, më të sigurt dhe më të pavarur përballë sfidave të një bote gjithnjë e më të paparashikueshme.